E vërteta është ajo që thoni ju, se në mënyrë të papritur, Edi Rama urdhroi ndërprerjen e një procesi në vazhdim për të cilin palët ishin plotësisht dakord të kërkojë shtyrja, mbasi nuk kishte përfunduar procesi konsultimeve publike. Dhe pavarësisht nga kjo, Edi Rama pavarësisht nga dakordësia e arritur në komision për shtyrjen e afatit punimeve të komisionit, Edi Rama e futi në rendite për ta mbyllur këtë çka, jemi sinqert, nuk përbën një habi, mbasi që në fillim ne theksuam se ne jemi këtu për të mbrojtur interesat e qytetarëve, dhe duhet jemi sinqert, kishim shumë kërkesa nga qytetarë të bashkive të ndryshme që të jemi pjesë e saj dhe u bëm pjesë me të gjithë energjitë tona. Tani ai kërkon të zbatoj më tej politiken e çpopullimit duke hequr edhe 20 bashki të tjera. Zgjidhja e parë janë protestat e fuqishme në të gjitha këto bashki dhe në të gjithë vendin. Me Edi Ramën zgjedhjet javën që kaloi, çoi 1.5 miliard euro në bashkitë e tij. Në vit elektoral, nuk bën zgjedhje. Me Edi Ramën zgjedhje nuk ka, ndaj dhe ne duhet të shpëtojmë vendin nga ky Tiranë.